Banorët e Divjakës vijuan protestën në ditën e 25 duke kundërshtuar shkrirjen e bashkisë së tyre, pjesë e projektit të reformës administrative të propozuar nga Partia Socialiste. Ashtu si edhe në tubimet e tjera, protestuesit theksuan se Divjaka nuk duhet të bashkohet me Bashkinë e Lushnjës. Ata kërkojnë anullimin e projektit, ndërsa organizatorët bëjnë thirrje për pjesëmarrje më të gjerë dhe mbështetje nga qytetarët. Një pyetje shtrohet para qytetarëve Divjakës. Do ta mbroni Divjakën, e doni Divjakën. Duke mbrojtur Divjakën ta dini mirë se mbroni familjet tuaja, mbroni shtëpitë tuaja. Jem qytetarëve Divjakës. Të rinjë të reja, pleqe të moshuar, gra e burra, socialist e demokrat e pa parti, ta mbështesin Divjakën në këtë moment delikat. Të vi këtu, se janë tjetë të rinjë, sot Divjaka ka nevojë për ne, po jo nesër, nesër t'jemi dhe quna dhe tjetë të rinjë, e shumë vonë. Jemi të bindur që kjo reform nuk ka në qendër të qëllimit të saj të zgjidh hallet dhe problemet tona, të përmirësoj shërbimet për ne, t'i afroj ato më pranvë të banimeve, por në fakt ka të kundërtën, të centralizoj akoma më shumë pushtet, sepse Divjaka ka ngritur zërin përmes këtij mikrofoni dhe të gjitha formave të tjera, çdo ditë që në momentin që është përballur me këtë lloj plani ogurzi nuk. Marshimi në rrugët e qytetit ka mbyllur protestën e 25 të banorëve të Divjakës me thirrjet nesër më shumë, si një apel për të vijuar qendresën.